Mirëmbrëma Laçi, mirëmbrëma Kurbini, mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, demokrat dhe demokrate. Zonja dhe zotrinj, sot në zemër të Laçit kemi nderin të mirëpresim një prej figurave më të rëndësishme të politikës shqiptare, profesor doktor Sali Berishën. Njeriun që për vite me radhë ka udhëhequr betejat më të mëdha për liri, demokraci dhe zhvillim të vendit tonë. Patjetër nuk mund të lëm pa përshëndetur dhe zonjën e nderuar Erika Mazeti, deputete e Forca Italia në Parlamentin Evropian. Ky vend i skalitur në burrëri ka ditur të zgjedh drejt në histori, pasi Kurbinasi nuk flet dy herë të njëjtën fjalë, thot dhe mban. Zonja dhe zotrinj, tani ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Tani dua t'i jap fjalën pensionistit zotit Zef Zymae. Përshëndetje qytetarë. Të nderuar qytetarë të Laçit. Të nderuar demokrat e demokrate. I nderuar profesor doktor Sali Berisha. Mirë se keni ardhur në qytetin tonë. Sot jam këtu për të folur për çështjen pak delikate që qeveria në ka lënë masdore si pensionist, të cilin me zor arrim të marrim fundin e muajit. Pensionistët janë lënë në mëshirë të fatit. Aktualisht pensionet janë shumë të ulta dhe vlen për të dëshiruar. Ne e meritojmë një privilegj që kjo në kanë ngelur para vdekjes, një lëmosh, por të interesoni më tepër si Parti Demokratike. Partia Demokratike në udhëheqjen e zotit Sali Berisha ka një plan të qartë për të rritur pensionet me të paktën 20%. Kjo do të thotë shumë mundësi për të jetuar, për të bler ato nevojat të domosdoshme, për të përballëruar sfidat e përditshme të jetës sonë. Ne do të vendosim minimumin jetik Partia Demokratike rritjen e pensioneve në 20%. Ne do të vendosim minimumin jetik 20 euro. Dhe nën këtë 20 euro nuk do të ketë pension të pensionistëve. Kjo është garanci që ne jep Partia Demokratike dhe zoti Berisha, të cilën shquhet për mbajtjen e pronëpinëve. Veç rritjes pensioneve
Partia Demokratike do të rimucoj të veshen e madrave të shportës. Po kështu, do të ullin çmimin e energjisë elektrike edhe të ulti. Ndihmë të domosdoshme për të jetuar. Një tjetër i rëndësishëm është siguria shëndetësore. Ideja në qeveri, ilaçet do t'i përballojë dhe do të ketë nevojë çdo pensionist do të ketë nevojë për të. Për atë të dashur, më inshallah ka për tik. Për atë të dashur, bashkë qytetar, është koha të zgjedhim ndryshimin. Do të votojmë Partinë Demokratike dhe aleancën e saj për të bërë Shqipërinë madhështore. Edhe njëherë, ju aqojnë në vëmendje të votojmë numër 1 si shpresë e shqiptarëve. Zoti Berisha, faleminderit që erdhën në qytetin tonë. Shumë faleminderit zoti Zef, vetëm se do të bëj 2 korrigjime të vogla. E para nuk do të rritet me 20 euro, por me 200 euro, dhe e dyta jo inshallah, por kjo qeveri do të shporret dhe do të filloj pikërisht nga Kurbini, që jeni kaq të bukur sonte. Tani dua t'i jap fjalën përfaqësuesit një biznesi të vogël, zotit Aleksandër Selala. Përshëndetje Kurbini. Të nderuar qytetarë të Kurbinit, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar të gjithë kandidatët e Aleancës për Shqipëri madhështore. Sot ju flas si një qytetar i zakonshëm që kam një biznes të vogël dhe që përballohet me vështirësi më dha çdo ditë. E dim se shumë për jush ndihen si unë dhe mezia dalin mban biznesit duke mbajtur me këmbë. Pasi gjendja ekonomike është përkesuar jashtëzakonisht shumë. Njerëzit kalojnë rrugëve dhe nuk blejnë asgjë për arsye të forcës blerëse të tyre. Shitet janë përgjysmuar, sidomos këto 3-4 vitet e fundit, në maksimumin e mundshëm. Çmimi i energjisë elektrike dhe i ujit kanë ndikuar shumë tek shpenzimet dhe kostën e mbajtjes së biznesit. Përveç taksave dhe tarifat që janë rritur disa herë, sidomos i herë tarifat e bashkisë. Nuk mjafton vetëm kjo. Janë edhe taksidarët e qeverisë që vinë nëpër biznese duke tërhequr nga xhepat tonë me forcë, me presione, nga të gjitha llojet e mënyrave. Prandaj të nderuar qytetarë, na nevojitet një ndryshim shumë i madh. Me programin e profesor Berishës, Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë madhështore, do të ulet çmimi i energjisë edhe i ujit. Do të ngrihet tavani i xhirave për çdo biznes të vogël, parafërsisht gjerte 500 euro në ditë. Largimi i taksidarëve të qeverisë do të jetë absolut. Kjo do të na lejojë që përballojmë të gjitha shpenzimet e biznesit edhe të ngeli diçka për të ngritur i çik biznesin ose për ta afruar i çik pak më, për të arritur më tepër. Unë besoj se me programin e Partisë Demokratike na pret një ardhmë më e mirë për biznesin dhe për familjet tona. Unë kam bërë zgjedhjen time për Partinë Demokratike, Aleancën
për Shqipërinë madhështore, për numrin 1, dhe ju ftoj gjithë që të votoni vetëm numrin 1. Vetëm numrin 1. Mendoj se qarku i Lezhës kësaj radhe do të dali 5-2. Se 4 i kemi marrë në kohën më të vështirë të mundshme, kur kemi pas këtë shtetin, tashti ky shtet ka marru dhe do të dalim 5-2. Ai vetëm fitore. Tani dua t'jap fjalën kryetarit të degës Partisë Demokratike në Kurbin, zotit Edmond Shkoza. Të dashur vëllezër e motra të Kurbinit, demokrat të palëkundur, zemra e veriut, krenaria e së djathtës shqiptare. Sot Kurbinin e ndriqon drita e shpresës, e forcës dhe e lirisë që sjell me vete një burr i rrallë. Lideri ynë historik, njeriu i betejave të mëdha, profesor doktor Sali Berisha. Doktor, Kurbini është më ty, këtu ti nuk je mysafir, këtu je në shtëpinë tënde. Ne nuk të kemi parë kur thjesht si politikan, por si mburoj e kombit, si burr shteti që i qëndroj pabesi së rilindjes. Me ne sot është dhe një zë i dijes dhe i karakterit profesor Agron Gjekmarkaj, drejtues i qarkut ton, një njeri që i njeh dhimbjet e këtij vendi, dhe që ka luftuar për fjalën e lirë dhe dinjitetin e çdo shqiptari. Dhe një përshëndetje veçantë për të gjithë listën e fitores, për gratë dhe burrat që do të jenë zëri i Kurbinit dhe i gjithë Shqipërisë në kuvend. Ata nuk janë thjesht kandidat, ata janë ushtarë të lirisë, zëri i popullit dhe garancia e ndryshimit. Dhe sot dua të përulem me nderim për një shtresë të veçantë të këtij vendi, për të pëndjekut politik. Ata që vuajtën burgjet dhe internimet, por nuk u përkulën kurrë. Ata janë nderi i kombit, dëshmia më e fortë se liria ka gjithmonë një çmim. Dhe se Shqipëria nuk do të harrojë kurrë bijtë e saj të qendresës. Të gjithë bashkë jemi përballë një regjimi që për 12 vite ka vjedhur, ka mashtruar dhe ka shkatruar. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë mbjellë vetëm drogë, krim dhe ikje masive. Në vend të shpresës kemi bileta avioni për t'ikur larg. Në sytë e Edi Ramës, Shqipëria është kthyer në hambar droge për Europën. Ai u bë kriminist i krimit, i arrogancës dhe i vjedhjes së hapur. Sot jemi këtu për t'i thënë se nuk ka vend për ty, nuk ka më vend për gënjeshtra. Nuk ka më vend për lirindjen e mashtrimit. Koha jote ka përfunduar, Edi Rama. Dhe kjo betejë do fitohet nga vota, nga besimi, nga Kurbini krenar dhe nga gjithë Shqipëria e ndershme. Ne jemi këtu për të fituar, për të çliruar Shqipërinë. Roft Kurbini Trim, roft Partia Demokratike, roft profesor doktor Sali Berisha. Zoti e bekoft Shqipërinë. Tani, është momenti që t'jap fjalën deputetes të Forca Italia, zonjës Erika Mazeti, por, për para sa ju të vini në sken, dua një duartrokitje shumë të madhe. Grazie, siete tantissimi, siete bellissimi. Avete una grande energia. Kemi një energji të madhe. L'energia giusta per vincere nel Partito Democratico in Albania. Për të fituar zgjedhjet e Partia Demokratike e Shqipërisë. È una
bellissima emozione vedere tanti giovani, tante donne, tante uomini, tanti bambini qui per una battaglia comune, la battaglia della vittoria. Të jenë pjesë fitores e Partisë Demokratike, një fitore madhe. Dobbiamo crederci tutti, come ci ha insegnato il nostro presidente Silvio Berlusconi. Perché chi ci crede combatte e vince. Fiton. Lufton dhe fiton. Dobbiamo vincere perché tutti possono avere la giusta dignità, l'equo guadagni, l'equa pensione, l'equo studio, l'equa sanità, perché la sanità deve essere per tutti, in modo libero e democratico. Në mënyrë demokratike dhe lirë. Dobbiamo avere più infrastrutture per incentivare i centri, ma anche le periferie e le aree interne. Per të shpjeguar infrastruktura dhe arët të brendshëm. Per tutti dobbiamo avere più libertà, più democrazia. Voi siete un popolo di grandi lavoratori, di persone con la testa, con il cuore, con la mente e con le mani, che è stata capace di fare grandi cose per questo popolo, ma non solo. In tutto il mondo avete dato dimostrazione del grande popolo che siete. Lo so perché anche in Italia lo avete dimostrato. Nel 91 quando siete arrivati vi abbiamo accolto a braccia aperte e voi avete reso la nostra nazione tanto perché siete dei grandi lavoratori, siete delle persone brave e siete dei grandi lottatori, per cui continuate così. Dhe vazhdoni në këtë mënyrë. Silvio Berlusconi vi ha sempre amato perché eravate un grande popolo e lui ci ha sempre indovinato e io ho sempre creduto in lui ed essendo qui con voi capisco quanto lui aveva ragione. Unë kuptoj se ai ka pas drejt gjithmonë. Ora tutti voi avete in mano questo grande potere, il potere di andare a votare l'11 maggio e votare per la cosa giusta. Quello che vi darà democrazia, libertà, più sanità, più infrastrutture, più istruzione, ma soprattutto una dignità e un benessere per tutti voi. Con tante donne e uomini nella lista, il vicepresidente della Camera qui davanti a me che ha dato un grande contributo all'opposizione, un grande amico albanese e italiano che ha fatto sì che Forza Italia si avvicinasse al popolo italiano e albanese, Dada. E poi lui, un grande uomo, un grande politico, un grande professionista che ha fatto sì che per tanti anni voi poteste vivere in modo giusto, un grande presidente che da tutti voi oggi ha necessità del vostro sostegno, del vostro voto, perché Berisha deve vincere e dovrà vincere in questa nazione. Siamo una grande famiglia, italiani e albanesi, insieme, occidentali, dovete far parte con noi della grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Pjesë e Partisë Popolore Europiane. Dovete con noi far parte di questa grande famiglia perché insieme dobbiamo cambiare quelle cose che non vanno in Europa, ma dobbiamo anche avere grandi contributi per paesi importanti come l'Italia, l'Albania e fare un grande continente che è l'Europa, un'Europa libera, democratica, con paesi che lottano per il proprio benessere. Questa è la nostra forza, questa è Forza Italia, questo è il Partito Democratico e questa è la vittoria di tutti voi, per cui mi raccomando, andate tutti a votare, ma soprattutto questa settimana convincete amici, parenti per andare a votare e votare Sali Berisha. Dhe votojnë gjithë bashku Sali Berisha. Questi 2 giorni qui in Albania
sono stati bellissimi. Ho incontrato un grande popolo. E quando tornerò in Italia lavorerò ancora per voi, perché io voglio avere un paese accanto, amico, libero e democratico. Ed è mio compito come parlamentare italiana, come cittadina italiana, cittadina europea, convincere tutti i vostri concittadini che oggi sono in Italia e che possono votare, devono andare a votare e votare per Berisha. Dobbiamo, grazie a Berisha, al Partito Democratico, a tanti deputate e deputati, permettere che tanti immigrati rientrino nel vostro paese e fanno grande l'Albania. Për të dhënë mundësi bashkëdhëtar që janë në Itali të rikthehen në Shqipëri për të dhënë kontributin për të krijuar një Shqipëri madhështore. Ora è il momento vostro, di tutti voi. Avete una grande opportunità domenica, sfruttatela. Convincete le persone, andate a votare, votate e liberate l'Albania. Siete un grande popolo, dimostratelo. Grazie. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Mazeti, mesazhet ishin të shumta dhe të qarta dhe mbi të gjitha votoni në 11 maj. Votoni për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën drejtuesit politik të qarkut Lezhë, zotit Agron Gjekmarkaj. Të dashur e të respektuar motra e vëllezër Kurbinas, demokrat, qytetar e miq, i nderuar kryetari Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, e dashur mike Erika Mazeti, deputeta e Forca Italias, doktor, mirë se erdhe në Kurbin për të sjellë shpresën për të marrë besën e një komuniteti të tërë përfitore. Sa shumë jemi sonde, por me shumë do të bëhemi me 11 maj, kur votat tuaja të Kurbinasve nga Laçi, Mamursi, Miloti, Fushkuqja, Lezhë, Mirdita dhe gjithë shqiptarve do të vërshojnë drejt kutive të votimit. Do të derdhen votat si lumë për t'i dhënë fund lengates 12 vjeçare të Shqipërisë, për të përzënë me votën tuaj një pushtet që grabiti sa mundi, genjeu sa mundi, u tallë sa mundi, por nuk i theu dot Kurbinasit, ashtu si që nuk i theu dot shqiptaret. Në vend që të na mashtronte, ne dhe ju turperoj vetë vetën. Në vend që të na thyente, ne dhe ju ka filluar të rrezohet dhe do të bjerë përfunimisht me 11 maj. Do të azejnë në vete pesha e genjeshtrave, vjelljeve, arrogancës, padrejtësisë, që i shkaktoj një populli që po ngrihet. Këti populli i prin Sali Berisha si me 22 mars 1992, kur rrezoi diktaturën e parë. Si për nesh është kisha e shtanojt dhe kryqi i saj. Doktor, pesha e kryqit po bie përsëri mbi ju për të rrëzuar narkodiktaturën. Mbaje një mbi supe kryqin dhe na prini, si që po na prini drejt fitores historike, drejt misionit kombëtar të shpëtimit të Shqipërisë dhe të shqiptarve. Me 12 maj do t'jemi përsëri në këtë shesh për të gëzuar për fitoren e Partisë Demokratike, fitoren e të gjithë shqiptarve, sepse në fitoren ton kontribojnë të gjithë dhe fitojnë të gjithë. Do të jetë me mirë për gjithë ata që thërrasin nën dhe bukën buk, madje edhe për socialistët e thjeshtët e ndershëm që kanë të qartë dallimin mes hipokrizisë dhe realitetit. Ne nuk premtojmë qiejt, por disa gjëra të thjeshta, të vërteta bazike për jetën tuaj dhe gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Në vend të fasadave dhe ndërtesave të boshatisura, ne premtojmë shtëpi dhe apartamente ku do të gjallëroj jeta nga zerat e fëmijëve. Partia Demokratike u asolli shqiptarëve lirinë e lëvizjes,
por ne nuk I joshim njerëzit tanë për t'i degdisur në vendet e tjera, për të shpëtuar nga qeveria tyre pa shpirt. Shqiptarët do të lindin dhe rriten në Shqipëri. Ne nuk jemi njerëz pa cilësi, ne nuk jemi njerëz pa virtyte, nuk jemi popull argatësh, por bi shqiponjash. Miq, sot ne kemi një sistem shëndetësor që pasuron oligarkët e Edi Ramës. Ne premtojmë spitale dhe qendra shëndetësore ku shërbehet së murve pa I shikuar nga xhepi. Qeveria korrupsionit flet pa buk për indeksimin e pensioneve, të cilat sot nuk u sigurojnë pensionistët braktisur as bukën e gojës, por nuk ju nxe goja se do I rrisin pensionet. Ne premtojnë me gojën plot, vendosjen I minimumit jetik prej 200 euro, dhe asnjë pensionist nuk do të marrë pension me pak se 200 euro në muaj. Shqipëria është rebeluar ndaj mirimit, prezenca juaj këtu fleqart. Ne do të nxjerrim bujësinë dhe blegtorin nga bataku ku I ka lënë kjo qeveri dhe paratë e Bashkimit Evropian u shpërndan me tabaka, hajdutëve dhe obortarëve të saj. Me ato para, të cilat ne do t'i shumëfishojmë, do të financojmë me prioritet fermerët dhe blegtorët shqiptarë të kësaj zonë dhe kudo në Shqipëri. Shqipëria e bukura e dheut nuk do të mbetet me djerë, tokë e braktisur, e qarë, e tharë. E shumë e thjeshtë ta qeverisë Shqipërinë. Nëse me të vërtet do atë dheun dhe poplin tënd, mjafton të jesh patriot dhe jo bukshkal, mjafton të jesh I besës dhe jo gënjeshtar, mjafton të jesh I punës e vepra dhe jo I fjalëve. Por mbi të gjitha duhet të jesh demokrat. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë dhe për ato që themi kemi një trashëgimi dhe një garanci. Kryetarin ton të paepur Sali Berisha. Historia e Sali Berishës nuk është thjesht historia një politikani apo e një kryetari. Është hipoteka shpirtërore dhe politike e gjithë shqiptarëve, që sot më tepër se kurrë I shërben dhe I duhet Shqipërisë. Fitore, Zoti ju bekoft. Shumë faleminderit Zoti Gjek Markaj për fjalimin tuaj emocionues. Tani është momenti që të prezantojmë listën e fituesve të qarkut Lezhë, duke filluar me Agron Gjek Markaj, Elda Hoti, Edison Doçi, Gjin Gjoni, Aleksandr Lala, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli, Viktor për shëndetjet më të përzemërta, njëshat e Kurbinit, njëshat e Shqipërisë. Njëshi është numri I Perëndis, është numri I fitores, numri I dritës dhe I diellit, rrof shiu, rroft Kurbini, rroft Shqipëria. E nderuara zonja Erika Mazeti, parlamentare
e Forca Italias në parlamentin italian. Një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, Forca Italias dhe Italismike për praninë tuaj, mbështetje të opozitës shqiptare në këtë betejë, në të cilën do të përmbys diktaturën e vetme dhe të parë të bazuar në drogën dhe krimin në Europë, narkodiktaturën e Edi Ramës. Miqësia dhe bashkëpunimi tradicional i Partisë Demokratike me Forca Italia daton që në themelim në saj nga i pavdekshmi italiani më i madh i kohrave Silvio Berlusconi, mik i shqur i kombit shqiptar. Dhe sot, prania juaj, e nderuara Mazeti, është dëshmi e vazhdimit të kësaj miqësie dhe bashkëpunimi në interesin më të madh të dy forcave tona politike dhe të dy vendeve mike. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Kurbinit, qytetarë dhe qytetarë të Fitores, sot në të katërant e Shqipërisë, në sytë dhe zemrat e shqiptarve, Shëndrit, Fitoria e 11 majt, sot ne jemi me afër se kur Fitores për cilën luftuam 12 vite, Fitores për cilën qëndruam të pamposhtur, Fitores për cilën sakrifikuam dhe kja ku jemi sot më të vendosur se kur, më të sigur se kur të firmosim fitoren me 11 maj. Edi Rama po numëron orët dhe ditë të fundit të regjimit të tij. Edi Rama nuk ka të ardhme dhe u garantoj ju se dhe prapa djelit për shkoj do të gjejmë dhe do të mundim. Nuk ka shpres për të ma. Ndaj dhe qëfar do që të bësh, sa do që të fshiesh, je të rësisht i pa shpres. Do kesh fundin e çdo diktatori, fundin e merituar të atyre që ushtruan në të keqin e kombit vet. A i kalon nga sheshi, nga takimin takim, me zyrtarët e tij të mbledhur me firmë, pa takuar kur, në 3 muaj rresht, një ditë të vetme, 10 apo 20 qytetarë të lirë, sepse edhe një i lirë kur ndodhen në takimin e tij, i përvishet me guxim dhe sfazon. Edi Rama ka bërë të këqija të mëdha shqiptarve. Miqtë mi, jam këtu në Kurbin, i cili qytet që me 26 nëndor, për të vitit 2019, përjetoj një katastrofë naturale të madhe. Sot, pas 6 vitesh, nga qeveria shqiptare, po thuaj se
s'është bërë asgjë. U ndërtuan apartamentet nga qeveria turke dhe unë e falënderoj me mirënjohje. Por sot, mbi 200 familje qëndrojnë në banesa, në çadra dhe jo në banesat e tyre, se i kanë të prishura banesën. Sot një sëri pallatesh, sërisht janë jashtë çdo standardi. Edi Rama nuk e ka mendjen të zgjidh problemet e qytetarëve të Kurbinit, qytetarëve të Durrësit, qytetarëve të Shqipërisë, që pësuan një tronditje të madhe, por ka mendjen si të pasurohet, si të vjedh më shumë, si të fryjë më shumë kontot e tij bankare. Miq, në shtator të vitit 2019 ndodhi një tërmet që pothuaj thërmoi pallatet e Thuman. Qytetarët e Thuman Sulan në pallatet pabanueshme, gjersa tërmeti tjetër u mori jetën. Dhe sot nuk ka asnjë përgjegjës. As ata që ishin dhënë garanci, as ata që ishin kërkuar të nxjerrin nga pallatet, askush, sepse të gjithë ata ishin klani e Edi Ramës, ministrat e Edi Ramës, zyrtarët e Edi Ramës. Miqtë e mi, jam këtu tek ju për të zotuar para jush, se vitin e parë do përmbyllen të gjitha planet e krijuara nga tërmeti në këtë qytet dhe në të gjithë territorin e zonës tij. Pa përjashtim. Jam këtu për të zotuar para jush se Kurbinit dhe çdo rrethi tjetër në Shqipëri do t'i rikthehen të gjitha institucionet siç i kanë patur para reformës famëzes të Edi Ramës, që të gjitha me gjykata, me prokurori, me të gjitha pa përjashtim. Miq, largimi i shërbimeve nga ju është gjobë për ju, është gjobitje ndaj jush. Kjo merr fund. Ajo që do shkarkohet me njëherë, Majlinda. Kjo Majlinda. Bëju gati. Dhe i them tu para jush se do të duhet të punoj ose të ketë vite burgu të paktën 30 vjet për rrogat që paguhen për ata që janë në Spanjë, ata që janë në Dubai, dhe që i merë parat i ndanë parat vetë me tjertë, të gjitha taksat tuaja. Ndaj dhe Majlinda, bashkë me sakon e Durrësit e tjerë, do shkoni të Erion Velia e atje keni vendin. Miqtë e mi, miqtë e mi, qytetarët fitores, kjo energji, ky entuziazëm, rrezaton fuqishëm në mbarë Shqipërinë. Fitoria është në duart tona. Ndaj dhe këto 9 ditë që kanë mbetur, ta bëjmë natën ditë, të takojmë çdo të njohur, t'i telefonojmë çdo miku, që të bashkohemi me 11 maj në votën e fitores. Garantoj ju, garantoj çdo qytetar të këtij rrethi, se programi nuk është program partjak, se ky program
nuk synon pushtetin e Sali Berishës, por ky program synon të kthej parat e taksave çdo shqiptari demokrat, socialist, pa parti, çfarë do që t'jetë ai. Ky program ka qëllim të krijojë një mundësi të re për çdo qytetar të Kurbinit, pavarësisht nga bindjet e tij politike. Një mundësi të re për punësim, për pak më të mirë, për jetesë më të mirë dhe jetë më të sigurt. Ndaj dhe ne, në parimin të kthejmë parat qytetarëve. 100 ditë të para do vendosim pensionin minimal 100 euro, 200 euro, minimum jetik 200 euro, 560.000 pensionist që marrin sot ndë 172 euro, do të marrin 200 euro. 200 euro do të marrin 10.000 qytetarë që janë në ndihmë ekonomike, do marrin qytetarë pa punë, do marrin fëmijët me një prind, do marrin studentët me bursë. Jo vetëm kaq. 500 euro do marrin rrogultit dhe të gjithë rrogultit, të gjithë pensionistët, të gjithë qytetarët me minimum jetik. Do marrin ushqimet, buken, mishin, sheqerin dhe të gjitha gjërat bazë me një çmim 20% më të ulët se të gjithë të tjerët. Karta e konsumatorit garanton ata rikthimin e TVSH-s 450 euro në vit. Parat konsumatorit, parat qytetarit, në kupton që qeveria kur të ndaj buxhetin, në çdo buxhet, më së pari të ndaj parat për rrogat duke rrit rrogat, të ndaj parat për pensionet duke rrit pensionet, të ndaj parat për ata që janë ndihmë ekonomike duke rrit ndihmën ekonomike. Nuk do ketë më pensionist, nuk do ketë më shqiptar që do të qaj me lot të ftohta mjerimi për kafshatën, për ilaçin, për qeran. Jo, do ketë një ndarje krejt tjetër të ardhurave. Çfarë bëri Edi Rama? Edi Rama pensionet i la pothuaj aty ku ishin, rrogat e larta i 3 fishoj, i 5 fishoj. Shqipëria sot është i vetmi vend në botë ku një nënpunës me rrogë të lartë merr 50 pensione, sa 50 pensionist. Nuk ka asgjë më çnjerëzore se kjo miq. Merr fund. Rrogat e larta mbeten aty, do rriten rrogat e ulta dhe të mesme. Rrogat e mesme do jenë 1250, të ulta do jenë 500 dhe do rriten vazhdimisht. Gjersa shqiptarët të paguhen më mirë se të gjithë qytetarët e tjerë të Ballkanit. Shqipëria është vendi më i pasur dhe ju e meritoni pagesën. Miq, Edi Rama po numëron ditët. Është futur në rreth të kuq. Është në rreth të kuq. Ju e ndëgjuat. Rezolutën e 82 partive politike që qeverisin Europën sot. Se si e damkosën, si armik të votës lirë,
si armik të opozitës, si armik të pluralizmit, si baloz i lidhur me krimin. Në Valencia triumfoi kauza juaj. Në Valencia triumfon idealet tuaja të lirisë, idealet për një Shqipëri me pluraliste, dhe mori goditjet me fatale Edi Rama dhe bandat e tij. Kudo që shkon, e ndjek si lugat, e ndjek si fantazm me Gonigali, dosje e tij. Edi Ramën është i famshëm, ka në supë thesin me 225.000 euro, me cilin korruptoj me Gonigalin. Absolutisht, atje do shkoj në burg si a ju. E pat në Valencia pashaportin e ti, se si ja grisen, ja udhën në kosh. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën shkohet drejt Shkurës. A i përpiqet të mbrohet duke shtruar fushat elektorale. Momentin më serios në 4 vjet të një kombi, duke shtruar në tallava, duke shtruar në banalitete, vetëm e vetëm si të shpëtoj para jush, prej jush, për vjedhjet që ju ka bërë, për mashtrimet që ju ka bërë, për dështimet që ka bërë. Por diti ka të numëruara, sot janë 9, nesër do jenë 8. Dhe shpeti do marrë fund në 11. Vota juaj është vota e historisë, vota e shqiptarëve. Miq, unë garantova me fjalë deri udhëheqjen politike të Europës, se shqiptarët që përmbysen diktaturën më staliniste në Europë, do përmbysin me 11 maj diktaturën e parë të drogës dhe krimit të Edi Ramës në Shqipëri. Pra, do çlirojnë Shqipërinë dhe do çelin një kapitull të ri, kapitullin e shqiptarëve dijitoz, kapitullin e besimit tek Shqipëria, e prosperitetit dhe mirëqenjes tyre, e punësimit, kapitullin me të cilin kombi do ecë në rinin e tij. U jap fjalën këtyre trive se qëllimi më madhor i programit ton është që ata ëndrrën e tyre të bukur shqiptare ta ndërtojnë në Shqipëri, që ata të mos eksportojnë ëndrrën jashtë Shqipërisë. Shqipëria e ka jetike ëndrrën e tyre, pa ëndrrën e tyre kombi nuk ka të ardhme. Ndaj dhe ne do dyfishojmë investimet në arsim, do modernizojmë shkollat, garantojmë mësuesit se do paguen rrogë minimale 1.500 euro, se s'do ketë as një mesatare dhe penges, dyert e universiteteve do t'jenë të hapura për ju, pas përfundimit të studimeve. Qeveria do paguaj sigurimet shoqërore çdo punëdhënësi që punëson të ri, një çati për do çift të ri, 30.000 euro grant për të përballuar kredinë e butë për strehim për ju. Bonus për fëmijën e parë 70 euro, bonus për fëmijën e dytë 60 euro. Pagesë plot nga linja gjerë në 23 vjeç për fëmijën e tretë. Përpjekje në të mëdha për të rikthyer në Shqipëri
çdo shqiptar që u larguat këto vite në mënyrë që të sjellë ëndrrën e tij përsëri kur bindën në Shqipëri. 5 vite pa taksa, kredit buta për strehim, hiqen çdo taks mbi pronat e emigrantëve. Miq, e keni konstatuar ju që ka një vërshim të jashtëzakonshëm të emigrantëve nga gjitha vendet, përveç se janë regjistruar 3 milion prej tyre, tani edhe 300-400.000 të tjerë po vërshojnë të vinë të votojnë, ta përcjellim me Diramen në turp, në banesën e turpit historisë. Ta përcjellim atje ku ka vendin. Garantoj biznismen dhe biznes të Kurbinit se klima më miqësore do krijohet në 100 ditë të para për ta. Se energjia do shitet 3 herë më lirë, me 6 lek nga 18. Tarifat e ujit do përgjysmohen. TVSH-ja do zbres në 15%. Tavanet për tatim fitimin dhe TVSH-n për biznes të vogla do rriten në 180.000 euro. Bashkit, majlindat, si punë e kësaj këtu, e tjerë. Kufirin të thana, s'do mund vendosin kur tarifa dhe taksa që te i kaloj 1% të xhiro së biznesit. Ne besojmë se kjo rruga e punësimit, e mirëqenjes, e begatis dhe zhvillimit të shqiptarve. Fermer, mbështetjet plot 5 fishim të subvencioneve të tyre për çdo fidan, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi, nga 32 milion, subvencionet do kalojnë në 230 milion. Do të fishohet buxheti për bujqësinë. Pra miq, Shqipëria madhështore do të jetë Shqipëria e qytetarëve që jetojnë me dignitet, e qytetarëve që nuk derdhin lot të ftohta mjerimi, e qytetarëve që punësojnë vendin e tyre, e qytetarëve që përfitojnë nga pasuritë prallore të Shqipërisë. Do të jetë Shqipëria e patriotëve që duan të vend, duan të ndërtojnë ëndrat në këtë vend. 11 maj është dita e fitores. Votoni ndryshimin, votoni fitoren. Rroft Shiu, rroft Kurbini, rroft fitoria. Fitore, fitore, fitore.
Corredor, apoyo. Corredor, ja. Skap.